Reali është të vërtet që të honë me të nonë ndokër, me nonë të shkurt. Sa të honë nonë, fillon fjalla përfimtare edhe e prokurorisë, edhe advokatit e viktima, gjithmonë thojza se viktima të sas njës kanë qenë viktim, po ashtu është bërë një akta akuza rreshme e falsifikume nga Serbia, Rusia dhe nga disa shqiptar, shqipfolc, të cilët trupin Kosovë dhe kokën Serbia ende mendojnë që Kosova do të kthejë Serbi, se ta shqiptar kanë gabuar shumë që kanë dëshmuar, kanë me konë se dëshmon në realitetin, s'ka ku gjithë keqe. Po me shku me dëshmu me rajt, jo Vici, jo Lupa, jo Moli, jo çka s'kum dëgju, na vetë edhe ju keni dëgju, keni përcjell. Unë e pres që në fund të më ka me si mojt, apo fundi mojt, që ka diku ndrejtësi të lirohen ata njerëz. Ne fatbashkësi që i patëm dëshmitar të mbrojtjes e kom fjallën të mbrojtjes tonë shumë të mirë, kënë ndërkombëtar gjithë tregun për ushtrinë qendrore të Kosovës, gjithë tregun për figurën e presidentit edhe Bacit Jakub edhe të kadreve civilit edhe regjimit selimit kur kanë qenë ata në luftë. Do të le që kanë qenë në luftë për vendin e vet, po në poçë kanë bërë, kanë shpallë pavarësinë. Shpresoj se do të lirohen ata. Unë e dim çka kërkon prokuroria. Padyshim prokuroria ka më kërku. Për mi dënu, ne e dim edhe advokati e tyre viktima, çka kërkon ato e dim, për këtyre dyve s'presim kur, po ne presim gjithmonë për gjyqtarëve. Do dhor Zoti që gjyqtarët mos vinë prej e prokurorëve edhe e matrapazve njerëzve, të marrin vendim të drejtë, një vendim pozitiv të qyra honën pozitive të ushtrinë qendrore të Kosovës. E shpresoj që ata në maj vinë ta festojmë ditën e tyre ku të lirohen ata. Mas pari inshallah vinë familjen e tyre, tani vinë në rrethin e shoqërisë dhe të Kosovës. Po që kjo dëpsia mos e kjo gjykat i ka gjitha drejtat e njerit, edhe gjitha të drejtat të prokurorëve. Unë lexova mbi 35 orë, nëse s'ka bëj kë, gjenimet e tyre dhe përgjimet që kam për 4 vjet rresht, mbi 35 orë kë. Ka shkel çdo procedurë, çdo rregull burri të shkel, çdo rënd, edhe të shtëpiak burgut, edhe vetë gjykatës. Ka bëq ka unë kisha në vizit para 4 muajve, 3, kam pa 2 kamera në hymjet e dhomës, prikis ato ku e dhomë. 2 kamera, gardionit e dera, përkysit e dera, do thotë vëzhgim, çdo lëvizje jam apo e tyni që u përshëndet shumë dorë me duhet ato ta përcjellë dorën, se mos diçka kështu. Kanë bërë çdo shkelje. Po unë besoj se gjithë ato bëjnë këtu poshtë, se presidenti edhe të tjerët janë në atë nivelin ashtu me fol diçka me mua, me dikon tjetër me thon, ja, bën kështu ja shkoj. Unë nuk e di që kam bën pengesë drejtësi dikon ata. Nuk e di, s'kam dëgju. As pi dëshmitar që unë jam ku dëshmitar, dikon Kosovë këtu, po as ata. Kështu që kjo po mundohet me arsytu çdo 5 vjet. Me sa kështu logjika po na çon, po mundohet me arsytu 5 vjet të gjyqi ka mojt burg presidentin dhe të tjerët. Që kena nxjerrë diçka që kena nxjerrë diçka pe këtyne, që unë besoj se do të dështon kjo, do dështon. Mu vjen me keqardhë them, në Evropë ndodh kjo gjykat, ka që poshtër. Një gjykatë e cila se meriton gjithë mund mi poshtë, po drejtësi s'ka ato fare. Unë gjithmonë flas për gjykatin, jo për burgun, se ato vendime merren për gjykatës. Gardianët e stafet as kanë pa. Faj ka gjykata që merr vendimet të njanshme edhe për tani urnecat pas kanë çfarë pa zbatu. Po gjykata shumë aq është e poshtër që unë nuk dia ka diku në Evropë, vetë gjykata në Nürnberget, që kam lexuar po ta kam pa, tani kjo gjykatë është ta çon mundin gjykatën në Nürnberget.